Vend prerja e tij ka lënë shumë për të dëshiruar dhe ka sensibilizuar shumë qytetarët. Edhe mua bashkë me qytetarët, por unë do t'ju jap një lajm që Bashkia e Marrës ka marrë vendim për ta sistemuar vendin ku ai prehet dhe për të bërë një varosh ashtu siç ai i takon, siç e ka për nder. Kështu që Po pse duhet ta nxirrnin portale? Po tani bën edhe ndonjë gabim, po e rëndësishme është që do korrigjohet shumë shpejt nga Bashkia e Marrës. Është një iniciativë e Bashkisë së Marrës, e cila do investoj. Unë vetë do kisha investuar, po të më thoshin, po bën Bashkia e Marrës edhe kështu që do ta vendosim në vend nderin edhe figurën e Petromarkos. Dy fjalë për çlirimin. Për çlirimin patjetër. Nuk mund të ketë asnjë popull që nuk kthen kokën nga e kaluara dhe nuk respekton ata që bën sakrificën më sublime dhe dhanë jetën e tyre për lirinë e vendit, që të ketë aftme se ku do shkojë përpara. Kështu që sot jemi këtu për të nderuar, për të përullur për veprën e tyre sublime, që dhanë jetën për atë dhe është një nder dhe respekt që ne e bëjmë çdo vit si ritual, e bën gjithë populli i Vlorës, i cili është edhe bazë, ka qenë dhe bazë e luftës nacionale shqiptare dhe ka dhënë kontributin më të madh për çlirimin e vendit. Faleminderit juve. Nuk ju nderon, besoj, as ju, as ne që si jemi nga bregu, vend prerja e Petromarkos. Kjo është e vërtet, po kjo është një gjë që besoj Bashkia do ta shikojë shumë shpejt dhe jam i bindur që siç këto varreza dolën në dritë se para shumë vitesh kanë qenë një gjendje tjetër, para shumë vitesh dhe 10 vjeçarin e fundit ne kemi të varreza që shumë më të mira. Besoj se edhe ajo gjë do të adresohet dhe unë personalisht do merrem. Jo thjesht nga bregu, po Petromarku i përket gjithë Shqipërisë, është një nga mendjet e ndritura dhe shkrimtarët që e bën krenar çdo shqiptar. Po sot jemi mbledhur për një ditë të shënuar, është 29 nëntori, është një ditë që përkujtimon që kujton çlirimin e vendit dhe realisht sakrificën e gjithë brezave që ne mundohemi ta mbajmë gjallë dhe duhet t'ia transmetojmë edhe brezave të tjerë për këtë ditë të shënuar, sepse është një luftë që askush nuk mund ta mohojë dhe që gjithë shqiptarët duhet janë krenar. Kështu që ju faleminderit dhe ju uroj